Radiokast 95.5. Histori suksesi të sipërmarrjeve të suksesshme në jetën ekonomike të një qyteti. Radiokast në Radio Lushnjë. Me gazetarin Sajmir Murtiri. Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Lushnjës në 95.5 MHz. I rikthehemi Radiokastit ton sërish në valët e Radio Lushnjës. E ndoshta me pak pauzë, por qëllimi jon i vetëm është që të godasim me temat të cilat i shërbejnë në përgjithësi të gjithë shoqërisë. Si gjithmonë me mua në studio dhe është kënaqësia më e madhe me të cilën unë ndaj mendimet, jo vetëm me mikun e ftuar në radio, por mendimet të cilat i vlen të gjithë shoqërisë, kemi sot Atë Xhevair Dedej nga Qendra Shëjtorëve Shqipëri. Për të diskutuar mbi problematikat e ndryshme, por sot tema domosdoshmë është pak sa e gjerë, por edhe specifike që njerëzit i vë në një meditim nëse çfarë ka ndodhur me ne. Në fakt kemi marrë problemin e shoqërisë, ndryshimet kulturore dhe sociale që kanë ndodhur në Shqipëri. Nga traditat e forta që kemi pasur dikur një shoqëri patriarkale që është ecur në bazë të zakoneve dhe atyre që kemi marrë prej gjyshurve, prindërve të trashëguar brez pas brezi, e derisa kemi ardhur në një etapë tjetër ku padyshim globalizmi ka bërë punën e vet dhe që ka ndikuar te kjo traditë e cila ka qenë e trashëguar, nëse do ta shikojmë në një lloj gjykimi pozitiv apo negativ. Kemi ndryshime të qëndrimeve të cilat janë ndaj fesë. Kemi mendimet tona duke e parë domosdoshmërinë e martesës apo ato që sot shikohen pak më ndryshe bashkëtesa. Si e përtyp sot shoqëria e sotme? Shumë këto problematika të gjymtuara pak a shumë në një emision jam pak me thonë të drejtën. Gjithsesi le të ecim hap pas hapi në mënyrë që të realizojmë qëllimin tonë dhe të japim dëgjuesve gjithë kënaqësinë dhe mendimin se si është problemi i shoqërisë shqiptare. Është një kënaqësi gjithmonë në mikrofonin e Radio Lushnjës dhe i mirëpritur gjithmonë. Pyetje shumë interesante, e cila lidhet me kulturën, traditën të familjes sociale dhe të kohërave që kanë ndryshuar her pas here në shoqërinë tonë. Është një pyetje që ka shumë përbërës brenda, të cilët ne do t'i veçojmë duke bërë një analizë të paktën 100 viteve të fundit. Se si ishte kultura jonë, si ndryshojnë ndër kohëra këto 100 vite dhe kush ishin ndikuesit. Të paktën analizën që kemi që do të bëjmë sot i përket fillojmë në vitin 1920. Kur kishim një kulturë që patriarkale që vendoste i pari i fisit, që ishte ligj, kulturë, edukat, punë, ekonomi, fjala që ai interpretonte në të mirë të gjithë shkaje, të ecurisë së familjes së fisit. Kishim një problem të madh, sepse kryetarët e fiseve nuk ishin aq të shkolluar, të informuar nga ana kulturore, por përveç se zakonet ato fetare dhe ato kulturore dhe të traditës së familjes ishin shumë të mprehta, sepse ishte një urdhër që duhet zbatohej ashtu si ai përcaktonte. Kultura në vitin 1920 ishte pothuajse 50%, ndërsa ana ekonomike kishte një shkallë të gjerë. Pra kishim një ekonomi të gjerë, ekonomia ishte të një niveli maksimal, por kultura se çfarë do të bëjmë me këto para nuk ishte që të kryeshin investime të caktuara. Pra ata mbronin territorin, tokët e tyre, ato që kishin. Këtu pastaj hyn ajo kultura e mbretërisë që kaluam prapë filloi u thy ana patriarkale, sepse kemi të ashtu quajtën lufta e parë botërore ose pranimi i mbretit në të kohë.
Pra ndryshime regjimesh që në farë mënyrë ndikon tek pjesë kulturore. Po këto ishin dy faktorë kryesorë të cilat e dëmtuan ekonominë e gjithë popullit shqiptar. Pra qëllimi këtyre dy faktorëve, i mbretit dhe i luftës së parë botërore, ishte vetëm thjesht të përfitojmë nga ekonomia e një populli, siç ishte populli shqiptar. Mos harrojmë se pas luftarave që ndodhen ose ndryshimeve që kanë ndodhur në këto kohra të caktuara, automatikisht na çojnë në vitin 1949, kohë kur trojet u kufizuan, u bone 28.000 km2, që ishin ku e ku me shumë dhe kjo ishte një goditje shumë e madhe për shoqërinë. Sepse humbjet ekonomike ishin një mësim shumë i mirë për popullin shqiptar, sepse filluan të mendonin që ne kishim lek dhe nuk ndërtuam dot një forcë, një formë ekonomiko-sociale. Edhe këtu filloi që njerëzit të kuptojnë se çfarë i duaj. Le mos harrojmë se që në pas vitit 1949 shqiptarët emigronin jashtë vendit. Dhe rreth viteve 1960 filloi kufizimi i emigrimit, sepse komunizmi në Shqipëri nuk ka ndodhur si kufizim fiks në vitin 1949. Kufit ishin të lirë. Por kemi të bëjmë pasi në vitin 1972 që kemi kongresin e drejtshkrimit shqip, nënkuptojmë që ana patriarkale, forma patriarkale dhe ajo ekonomike i humbën vlera totalisht dhe ne besuam në liderin. Pra gjithçka ishte e diktuar prej jashtë, një model që i servira shoqërisë shqiptare dhe që ne ishim detyruar për shumë rrethana. E tham që humba për shastin e jetës sociale. E tham që kemi humbur dy vlera. Kemi humbur vlerën patriarkale dhe kemi humbur vlerën ekonomike. Nëse referohemi vlerave shoqërore dhe asaj familjare, ato ishin po në të njëjtat. Sepse deri diku ana patriarkale praktikohej. Se mos harrojmë se deri në vitin 1980 kultura dhe tradita arritin një shkallë ekstreme. Sepse çdo familje shqiptare duhet të bindej liderit politik. Pra duhet të bindej politikës në shkallë të gjerë, po flasim, ose në të gjitha institucionet. Pra nuk njihej më babai i familjes, po babai ishte kryetari i kooperativës, i cili do orientonte si etj me radhë. Dhe këtu kemi të bëjmë me një degenerim ekonomik. Deformim. Jo, është degenerim sepse populli nuk kishte më ekonomi. Populli jetonte vetëm për një copë bukë, si e themi ne në formën fshatare. Që do të thotë, pastaj do të vinte viti 1990, që populli nuk e pranoi më këtë kulturë dhe në të gjitha format ajo do të shkatronte. Do të sidhe do vinte një lloj riciklimi që populli ta kërkonte sërish identitetin e vet, sepse populli nuk i pranoi këto tre forma, nga 1920 deri 1990. Që do të thotë, kemi tre harqe kohore të cilat ekonomia ka qenë në zero. Pra kemi 1920, 1949 dhe 1990, kemi periudhë tre kohra të ndryshme të rënimit ekonomik. Duke rënu në mënyrë ekonomike, atëherë i bie që edhe kultura është e rënë. Sepse nëse s'ka një ekonomi të shëndosh, edhe kultura nuk mund të jetë bashkëudhëtare. Do të thotë që ekonomia dhe kultura janë sinonimi njëra tjetrës, pavarësisht se ato jetojnë në koncepte të ndryshme, por që mbështesin njëra tjetrën dhe përbëjnë bosh kryesor për jetën sociale të një kombi. Shumë e drejtë, sepse sot jemi në vitin 2025, por unë do të referohem vitit 2000. Në vitin 2000 kishim një kulturë të ndërtuar me përkujdesje. Pra që nga 90-ta deri në vitin 2020 ne investuam shumë në kulturë. Po kjo humbi në vitin 2020. Në kohën e pandemisë që kultura humbi totalisht sepse ti pezullove çdo lloj veprimtarie
ekonomike, sociale dhe asaj shoqërore, që do të thotë nuk kishim kulturë, po kishim një dhunë psikologjike për X arsye, që nuk më takon mua si atë që të merrem me këtë shkak pasoj. Por ajo që mua më bë përshtypje është që ne humbëm këtë lloj tradite. Le të themi sot që jemi 2025-ën, jemi është një dëm shumë është një dëm shumë dramatik. Është edhe një dëm edhe një dramë në vetvete. Dhe sot arsimi është jashtë kontrolli. Mirë, shiko, në përgjithësi deformimi që ka pasur kultura dhe jeta sociale në Shqipëri kanë qenë të ndikuar nga faktorë të tjerë, faktorë të cilët kanë qenë edhe më shumë subjektiv të ndikuar në bazë të politikave të ndryshme që u zhvilluan qoftë në periudhën 28 49, 49, më pas në 72, 72 deri në vitet 90 në 3 kohëra të ndryshme. U kërkua një kombi të tërë që të përshtasë kultura të ndryshme, të cilat për hatër të ekonomisë pikërisht sepse shteti e deformuan atë që ishte vlerë. Pikërisht sepse shteti mori përsipër të kaloj nga kultura patriarkale të kalojnë atë shtetërore. Por meqense shteti e ka marrë përsipër që ta eliminoj kulturën patriarkale, atëherë ati takon që ta menaxhoj. Që do të thotë, në arsim duhet të jenë njerëz të mirë arsimuar, me vlerat përkatëse, më pak fjalë të jetë meritokracia. Po nëse politika fuduart edhe e merr arsimin si pjesë politike, atëherë këtu kemi sërish një rënim të anës arsimore, automatikisht edhe nga ana patriarkale, familjare dhe atë sociale që këto ndërlidhen me njëra tjetrën, që më patjetër duhet të merren masa, duhet të korrigjohet, aq më tepër që është një shans i mirë që të rregullohet kjo situatë, sepse përdesa kemi një kategori studentësh, nxënësish që shkojnë jashtë shtetit, do të thotë që ata përfitojnë edhe kultura të tyre, mirë arsimohen dhe ata dinë të bëjnë krahasimin me kulturën e vendit se më mirë sa atë që ne pretenduam që ta kemi. Që do të thotë prurjet nga jashtë shtetit, nga emigrantët ose nga ata që kanë kërkuar një arsim të më të kualifikuar, ata duhet vinë të japin kontributin e tyre. Por nëse politika nuk ja lejon këtë hapësirë, atëherë ne do vazhdojmë të kemi rënimin do vazhdojmë shoqëri sepse kërkush nuk mund të jetë ai që do marrë përsipër më këmbjen e një kombi. E theksuam që shteti ka marrë përsipër të heqë kushtet patriarkale, ligjet patriarkale dhe të zëvendësojë ata me ligjet shtetërore. Por ligjet shtetërore aktualisht sot që po flasim nuk i përshtaten, nuk i përgjigjen shoqërisë dhe atë brezave që po rriten. Kemi një lajm shumë të mirë sepse në 2050 ne parashikojmë që kjo gjë të rregullohet. Dhe të kemi një arsim shumë të mirë, të kemi ndryshime në anën kultura sociale dhe kjo gjë do na jep lajme të mira se do të ndryshojë. Për mirë. Sepse fundit edhe politika në vetvete bazohet tek gabimet që ka bërë dhe duke planifikuar një plan të dytë më të mirë se ai pari. Pra të vetë korrigjoj veten e saj. Po shumë njerëz mund të bëhen skeptik sepse kur themi 2050 dhe 25 vjet të tjerë janë shumë për jetën e një njeriu, ndoshta ai që thotë po pse unë do pres derisa të plakë ma do jetoj deri në 2050. Sa po e theksuam që po flasim për brezat që po rrisim dhe këto lidhen ngushtë me ato elita politike që janë arsimuar, janë të gatshëm sot. Janë të gatshëm që të kontribuojnë në mënyrë që 2050 na gjejmë me një klasë shoqërore, sociale, atë familjare të jetë e përparuar. Po kemi edhe një lajm shumë të mirë nga ana tjetër sepse shqiptarët edhe pse kanë emigruar, ata nuk e kanë ndryshuar kulturën e tyre patriarkale. Bile se ata I kanë rregullu këtë pjesë, sepse ata besojnë në dy gjëra deri tani. Besojnë në politikat e tyre, në shtetin e tyre, në qeveritë e tyre, pavarësisht se kush mund të jenë dhe ato që do pasojnë, por ata besojnë edhe në anën patriarkale.
Këtë e vere shumë qartë sepse jashtë shtetit shqiptarët e përshtasin shumë mirë kulturën evropiane edhe të botërore, por nuk e pranojnë. Sepse e gjejnë, por pranimin nuk e pranojnë sepse le ta them në thonjza, kultura evropiane është më e shturur se sa kultura shqiptare. Shqiptarët janë të gjithë kërkojnë më të mirën, më të dobishmën. Kërkojnë atë që të jetë e pastër. Sepse pavarësisht se shqiptarët kërkojnë që t'i hedhin balë, që shqiptarët kanë një ves apo një çështje që nuk i përshtatet, por kjo nuk mund nuk mund merret për bazë sepse shqiptarët kanë treguar që në të gjithë botën janë po shqiptar, janë po njerëz që kërkojnë punën e pastër, janë ata që transmetojnë kulturën shqiptare. Megjithatë, të huajt nuk duan ta pranojnë prapsërisht në anën kundër, nuk duan ta pranojnë kulturën shqiptare, sepse e quajnë kulturë të brisht. Por ama kjo është një gjë shumë pozitive dhe është arritje e jone që ne kulturën e brisht ne kemi një gjë fanatike sepse duam që edhe pasardhësit tanë të jenë të përparojnë në këtë kulturë, ta çojnë më përpara. Shkojmë automatikisht siç folim në vitin 2050 në mënyrë që fëmijët tanë të jenë më të aftit. Sepse raca shqiptare dihet që i kanë gjitha aftësitë, i gjitha mundësitë që të jenë më të aftë si të gjithë popujt e tjerë. Kjo për të vetëm një arsye sepse ne nuk jemi asimiluar. Më ngasmon pa kjo ide kur shikojmë fenomene nga më negative që ndeshim sot shoqërinë shqiptare, por dhe nuk jemi edhe skeptik të asaj që ndodh me këto ndryshime të reja. Bie fjala, për shembull, teknologjia luan një rol shumë të rëndësishëm në jetën shoqërore sot në jetën e shqiptarëve, apo jo? Është futur në masë, nuk i kemi pas përdorur shumë telefonat, celularët, internetin, teknologjia ka bërë punën e vet tjera me radhë. Ajo që mua më shqetëson si pyetje, a kanë ndikuar këto në jetën shoqërore në mendsinë e shqiptarëve? Teknologjia ose mjetet e dyta komunikuese janë vlerat e shtuara për shqiptarët. Ata dinë të adaptojnë shumë mirë këto forma. Përkundrazi sot kemi shumë shqiptarë në të gjithë botën, ashtu edhe në Shqipëri, që përdorin teknologjinë edhe dinë ta zbërthejnë, edhe dinë ta çojnë më përpara si evolim. Këtu themi që ne shumë bukur që deri në 2050 do kemi edhe shkencëtarë shqiptarë që do evolojnë shumë përpara. Edhe nëse do kërkohet nga kjo rrugë teknologjike shkencore, vetëm shqiptarët mund të ecin shumë përpara. Por këtu kemi përsërisht një problem. Problemi është që prapë sistemet arsimore do të japin një mundësi këtyre niveleve, këtyre fëmijëve që ata ta ushtrojnë dhe ta përfitojnë këtë sa më lehtë. Kush është stimulimi i anës ekonomike? Pra të gjitha ata që kanë prirje duhet të subvencionohen nga shteti në mënyrë 100% që ata të bëhen të aftë të bëhen dikush i nesër. Pra shqiptarët në këto lloj kohore tashmë në përdorimin e teknologjisë, tashmë edhe në jetën e tyre që kanë bërë se të pandashme, po humbasin vetit tyre apo nuk po humbasin. Kanë ndikim nga kulturat e huaja nëpërmjet le të themi informacioni që është bërë tashmë shumë i shpejt, shumë i pranueshëm nga të gjitha anët e botës për të adoptuar si një pjesë të jetës së tyre. Besoj nga ajo që shoh në formën time, shikoj që në shumë shtete të botës kanë punësuar shqiptarë që punojnë në shtëpi dhe punojnë nga interneti. Atëherë si ka mundësi që ne nuk ishim teknologji deri në 1990-ën. Si ka mundësi që të paktën për 30 vitet të fundit që flitet Shqipëria ka evoluar negativisht dhe kemi këtë prurje pozitive, që të gjithë huajt kërkojnë punë nga shqiptarët? Në arkitekturë, nga të gjitha format, një të gjitha format që praktikohen në teknologji, që do të thotë që shqiptarët janë adoptuar më së miri. Por problemi i teknologjisë tek shqiptarët ka një problem sepse nuk duhet përdoret në shkallë të gjerë në jetën sociale. Që do të thotë, kur ne komunikojmë bashkë, nuk mund të marrim materialin tënd dhe t'ia japim dikujt tjetër. Pra të bëjmë dekonspirimin e informacioneve individuale. Kjo është ajo që prish shoqërinë, edhe anën sociale dhe atë ekonomike.
e thon shkurt për shembull një mesazh nëpërmjet rrjetit social andaj këtej keq kuptohet nga dikush tjetër sepse duke përfitur informacionin siç duhet dhe krijon pastaj përplasje apo konflikte të ndryshme. Pikërisht, edhe kjo vjen si pasojë e disa klikimeve apo çfarë. Gjitha këto platformat e rrjeteve sociale, këta merren, domethënë shpërndajnë banalitet në mënyrë që të kemi një kategori që ta shikojë këtë banalitet. Mirë po, nga kjo gjë duhet distancohemi kur dëgjojmë diçka negative. Duhet distancohemi, sepse nga shoqëria duhet marrë diçka pozitive në mënyrë që t'ia bëjmë shembull fëmijëve apo njerëzve që ne na rrethojnë. Për të kaluar pak edhe në një mënyrë si një vështrim të përgjithshëm kështu. Po si dhe sot shoqëria kështu duke e parë fen në konceptin domethënë të gjërë të saj. A jemi në një shoqëri që besojmë? A e ruajmë në atë tradicionin e dikushëm që feja për shembull luante një bazë kryesore sepse orientonte anën morale të jetës shoqërore të shqiptarëve? Kjo është një pyetje shumë e nxehtë faktikisht dhe jo se e kam të vështirë të përgjigjem sepse Qendra e Shenjtarëve në Shqipëri është një organizatë religioze, fetare. Nuk është një organizatë e cila merret me çështje të tjera, por mund t'i bëjë një analizë. Që do thotë, ana patriarkale, siç e them pak më parë, që ne e ruajmë akoma dhe e konvertojmë atë në kulturën evropiane dhe arrijmë të bëjmë hapa pas kur bëhet fjalë në urdhëresa politike edhe ne sërish të bëjmë hapa pas që ta ruajmë vetveten tonë që mos u humbasim kulturën për hir të fesë apo diçka tjetër. Po unë them që feja në Shqipëri ka të paktën shikohet nga publiku në vlerën pozitive. Ka një harmoni të gjerë, por nuk është të thënë që edhe feja bën të jenë të ngjyrë me komunitetin. Pra feja në vetvete nuk e kontrollon dot komunitetin në mënyrë faktike. Se si këta besimtarë, unë të marr një shembull. Në Qendrën e Shenjtarëve Shqipëri është një institucion që merret kryesisht me formën rrëfyese. Pra, hyn në lojë ana psikologjike, që do të thotë në Qendrën e Shenjtarëve Shqipëri, unë si atë nuk mund të pranoj një fëmijë tënd kur është poshtë moshës 18 vjeç. Ai duhet të trajtohet, duhet t'i krijohet mundësia e një praktikimi fetar në praninë e prindit. Pra të gjithë institucionet fetare të tjera duhet ndjekin tjetën praktik sepse ky fëmijë nuk është i arsimuar akoma që të kuptojë ç'është feja në vetë. Nuk është i aftë. Në ti është i përket kësaj gjëje apo jo të besoj. Nuk kem kundër vullnetit të prindit me këtë drejtim. Nuk kem kundër vullnetit të prindit, por prindi ka si mision të parën që fëmia të arsimohet. Të bëhet dikush në jetën e tij, sepse koha e prindit do të mbarojë dhe koha e fëmijës do fillojë. Po i bie që prindi ta lejë në baltë këtë fëmijë. Mos e kontrolloj dot një kohë caktuar. Edhe për hir të shkakut, sepse ky nuk ka di ta edukoj me radhë. Unë jam shumë dakord që çdo person mund të besoj ku të doj. Por ama, gjëja kryesore është arsimimi. Siç e tha, është hera e tretë që e përsërisim. Përdesa shteti ka marrë përsipër të na edukojë në formë arsimore, atëherë detyrimi parimor është që ne të mësojmë të i drejtojmë arsimit. Mbasi ne informohemi, marrim një diplomë caktuar, të paktën deri poshtë mosës 18 vjeç, atëherë ky fëmijë le të shkojë le të besojë ku të doj. Është drejt atij. Le të zgjedhë formën e tij që të jetojë. Pra këtu duhet ndalemi pak, edhe këtu është përplasja e jetës sociale në emigrim, sepse shqiptarët, marrim shembull, prindit shqiptar janë të vetëm që nuk i braktisin fëmijët e tyre i majnë në shtëpi. Po ti krahasoj me prindit e botës, kur mosh 18 vjeç që bëhet madhor, ai largohet nga shtëpia me detyrim. Të shkojë të punojë, të integrohet dhe të ecë me forcat e tij, të punojë dhe të shkollohet. Po ne i japim diplomën fëmis, edhe nga ana tjetër duhet t'i japim diplomën arsimore, diplomën fetare, diplomën patriarkale, duhet t'i japim fëmijës deri në 18 vjeç disa diploma. Po tani lind pyetja, këta fëmijë, a janë të aftë i menaxhojnë këto 4 diploma? Unë them jo. Fëmia duhet të ketë një ligj
themelor, duhet i bindet shtetit të tij. Ti bindet shtetit të tij do të mirë arsimohet. Por sikundër edhe shteti duhet vej meritokraci. Mësuesi duhet të jetë i denjt, duhet të jetë i informuar dhe duhet të kërkojë llogari këtij fëmije. Edhe gjëja e dytë, ku shteti çalon? Shteti çalon në drejtimin e tij është sepse ai e lejon fëmin të vijë me telefon në shkollë. Kjo është gjëja e parë që ul vlerën e arsimit. Do të jetë një ligj strikt për të gjithë, që telefoni në sistemin arsimor duhet të ndalohet rreptësisht. Nëse duam që 2050 na gjejmë me fëmijë të aftë, që fëmijët të drejtojnë të marrin timonin e vendit apo asaj diplome që ata kanë në dorë. Mirë, kjo është pjesa e parë e këtij podcasti, do të kalojmë tek pjesa e dytë pak më vonë, do të kemi mesazhe të tjera, do të përcjellim të gjithë dëgjuesve, unë kam përgatitur edhe pyetje të tjera për të plotësuar një kuadrat sa më të përgjithshëm mbi shoqërinë shqiptare dhe ndryshimet e saj. Me mua në studio në këtë radiokast At Xhevahir Dedej nga Qendra e Shqiptarëve në Shqipëri.